Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa dhe partneri i saj, Callum Turner, kanë kurorzuar dashurinë e tyre në një festë madhështore në Siçili, duke organizuar një nga dasmat më të komentuara të këtij viti. Pas martesës intime civile të zhvilluar në Londër më 31 maj, çifti zgjodhi jugun e Italisë për të festuar për 3 ditë me familjar, miq dhe emra të njohur të botës së artit dhe të modës. Festimet u zhvilluan kryesisht në ambiente historike të Villa Valgurnera, një vilë baroke që ofroi skenë perfekte për një ceremoni të mbushur me elegancë, histori dhe romantizëm. Rreth 200 të ftuar morën pjesë në këtë ngjarje ekskluzive, e cila kulmoi me një spektakël fishek zjarrësh që ndriçoi qiellin e Siçilisë. Një nga elementët që të ruajë më shumë vëmendjen ishte prania e fortë e kulturës shqiptare në festë. Muzika shqiptare dhe vallet tradicionale krijuan një atmosferë të veçantë, duke sjellë copëza të identitetit dhe rrënjëve të këngëtares në një nga ditët më të rëndësishme të jetës së saj. Prindrit e Duas, Dukajin Lipa dhe Anesa Lipa, u pan duke vallëzuar me entuziazëm mes të ftuarve, duke i dhënë festës një ngrohtësi familjare që nuk mungoi gjatë gjithë mbrëmjes. Për muzikën shqiptare u kujdes këngëtari Besnik Qaka, i cili udhëtoi nga Prishtina drejt Palermos posaçërisht për këtë rast. Interpretimet e tij krijuan momente emocionuese, ndërsa shumë nga të ftuarit ju bashkuan vallëzimit deri në orët e vona të natës. Pamjet e publikuara nga brenda dasmës zbulojnë një ambient që ngjan me një përrallë moderne. Në mesin e dekorit spikatin detaje të personalizuara me mbishkrimin elegant, Dua dhe Callum, të shëndisura mbi pëlhur të lehtë dhe të zbukuruara me motive floreale delikate. Çdo element ishte menduar me kujdes për të reflektuar historinë e dashurisë së çiftit. Salla e ngrënies ishte transformuar në një hapësirë luksoze, me tavolinat e gjata të mbuluara me të bardhë, qendra tavoline të dekoruara me lule, kristale dhe pend dekorative, si dhe shamdan argjendi që krijonin një atmosferë magjike. Afreskët, kolonat dhe pikturat klasike të vilës historike i shtuan edhe më shumë jeshi mbrëmjes. Edhe ceremonia në natyrë ishte mbreslënse, karriget prej drurit të vendosura në një lëndin të gjelbër ishin zbukuruar me fjongo të bardha që valviteshin lehtë nga era, ndërsa lulet e bardha dhe peizazhi përreth krijonin një skenë romantike që dukej si e dalën nga një film. Për paraqitjen e saj, Dua Lipa i besoi stilistes legjendare Donatella Versace, e cila krijoi 2 fustane të veçanta për këngëtarin, ndërkohë që gjatë pritjes së mirëseardhjes, artistja u pa me një fustan të bardhë të personalizuar nga Bottega Veneta, i zbukuruar me detaje elegante me pend. Sipas raportimeve, festa traditore ka një kosto që arrin rreth $1.7 milion, duke kombinuar luksin, elegancën dhe traditën siçiliane. Pavarësisht nga pakënaqësitë lokale për kufizimin e përkohshëm në qarkullim, çifti thuhet se ka kompensuar banorët e prekur, një veprim që është vlerësuar pozitivisht. Dasma e Dua Lipës dhe Callum Turner po konsiderohet tashmë si një nga ngjarjet më spektakolare të sezonit, një festë ku dashuria, muzika shqiptare, moda dhe trashëgimia kulturore u bashkuan në mënyrë të përkthyer në zemër të Siçilisë.